Le ta përfytyrojmë pak skenën përfundimtare. Dita e gjykimit. Imagjinoni, mes gjithë njerëzimit të mbledhur, zhvillohet një dialog absolutisht i jashtëzakonshëm. Një bisedë që do të hedhë dritë mbi një nga keqkuptimet më të mëdha në historinë e besimit. Kjo është dëshmia e fundit e Isait, birit të Merjemes, dhe Kurani na tregon saktësisht se si do të ndodhë. Dhe pikërisht këtu nis gjithçka, me këtë pyetje. Një pyetje me një peshë që as nuk e imagjinojmë dot, e drejtuar nga vetë krijuesi. Sigurisht duhet ta kuptojmë diçka. Kjo nuk është një pyetje që buron nga padia, Allahu është i gjithdijshmi. Jo, ajo bëhet për të vendosur një dëshmi të përjetshme para gjithë krijimit, për të qartësuar një herë mirë të vërtetën dhe për të pastruar emrin e një profeti kaq të madh. I gjithë ky moment varet nga përgjigjja që do të vijë. Por para se të dëgjojmë përgjigjen e Isait, është e rëndësishme të kuptojmë kontekstin. Duhet të kthehemi pak pas në kohë dhe të shohim jetën e tij këtu në tokë, sepse provat më të forta për dëshminë e tij gjenden pikërisht aty. Dhe kjo është vërtet e pabesueshme. Mendojeni pak, deklarata e tij e parë, si një mrekulli, kur ishte ende në djep, ishte një përcaktim i prerë i identitetit të tij. Ai nuk tha unë jam hynor apo diçka të tillë. Fjalët e tij të para fare, ishin unë jam rob i Allahut. Ky ishte themeli i gjithçkaje që ai do të përfaqësonte më vonë. Dhe ky mesazh nuk ishte thjesht një rastësi. Ishte, le të themi, refreni i gjithë misionit të tij. Kjo ishte thirrja e tij e vazhdueshme, e pandryshueshme, drejtuar popullit të tij. Një mesazh i thjeshtë, i drejtë për drejtë dhe absolutisht i qartë. Adhuroni Zotin tonë të përbashkët. Pra, kur i mbledhim të gjitha këto pjesë të puzzlit, çfarë tabloje na del? Na del pamja e një profeti, pjesë e zinxhirit të gjatë të profetëve, i dërguar të një popull specifik, me një libër të shpallur, i mbështetur me mrekulli, të gjitha me lejen e Zotit, për të provuar misionin e tij. Dhe pika më vendimtare, thelbi i gjithçkaje, është sa ai kurrë, asnjëherë nuk i kaloi kufitë të qenit një shërbëtor dhe i dërguar i Zotit. Dhe i gjithë ky mision, çdo fjalë dhe çdo vepër e tij bazohet në një koncept të vetëm, themelor. Një koncept që është, në fakt, shtylla kurrizore e mesazhit të çdo profeti që ka ecur mbi këtë tokë. Ky koncept është teuhidi. Në thelb, çfarë është teuhidi? Shumë thjesht, është ideja se Zoti është një, absolutisht një, pa partner, pa rival, pa fëmijë. Ai është unik dhe i pashoq. Dhe kjo nuk është thjesht një parim islamik, është thelbi i mesazhit të sjellë nga të gjithë profetët, që nga Ademi deri te Muhamedi, duke përfshirë Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe sigurisht Isain. Ky kontrast që shohim këtu është absolutisht kyç. Në njërin anë kemi teuhidin, adhurimin e krijuesit të vetëm që është vetë qëllimi i ekzistencës sonë. Dhe në anën tjetër kemi të kundërtën e tij, shirkun, aktin e të shoqërosh partner Zotit. Në Islam ky konsiderohet gabimi më i rëndë sepse cenon vetë themelin e të vërtetës. Pikërisht për të thirrur në teuhid dhe për të paralajmëruar kundër shirkut u dërguan të gjithë profetët. Dhe këtu arrim në një pikë vërtet thelbësore që shpesh anashkalohet. Shikoni, nuk mjafton vetëm të besosh se Zoti ekziston si krijues. Çështja thelbësore, ajo që quhet teuhidi el ibade, është që të gjitha aktet tona të adhurimit, lutjet, shpresat, frika, sakrificat, t'i drejtohen vetëm dhe ekskluzivisht atij. Kjo ishte pika kyçe e mësimit të Isait dhe pikërisht kjo ishte ajo që u shtrembërua me kalimin e kohës. Mirë, tani që e kemi gjithë këtë kontekst në mendje, le të kthehemi tek ajo skenë madhështore e ditës së gjykimit. Pyetja është bërë, i gjithë krijimi pret në heshtje. Pra, si përgjigjet Isai? Vini re fuqinë dhe respektin në këtë përgjigje. Para se të mohojë akuzën, ai lavdëron Allahun duke e pastruar atë nga çdo ide se mund të ketë partner. Pastaj vjen mohimi i prerë. Nuk është thjesht një jo, është një deklaratë e thellë që një pretendim i tillë është diçka për të cilën ai nuk ka absolutisht asnjë grim të drejtë. Kjo është një shfaqje e përulësisë absolute dhe pranimit të dijes së pafundme të Zotit. Ai në thelb po thotë, nëse diçka e tillë do të kishte ndodhur, ti do ta dije. Asgjë nuk mund të fshihet prej teje. Ti e di edhe ato që unë fsheh thellë brenda vetes, ndërsa unë jam vetëm një krijesë që nuk di asgjë për thelbin tënd madhështor. Këtu ai e bën rolin e tij të qartë si kristali. Ai nuk ishte autori i mesazhit. Ai ishte thjesht një transmetues besnik. Ai kreu vetëm atë që ishte urdhëruar, pa shtuar, pa hequr dhe pa ndryshuar asgjë. Dhe ja ku e kemi përsëri atë mesazh thelbësor, të pandryshuar. Ai po konfirmon para gjithë njerëzimit se çfarë predikoi, teuhidin e pastër. Dhe ai dëshmon se për sa kohë që ishte fizikisht mes tyre, ai e përmbushi detyrën e tij si dëshmitar dhe udhëzues. Dhe me këtë fjali të fundit, ai e mbyll dëshminë e tij.
Ai distancohet plotësisht nga çdo devijim që ndodhi pas ngritjes së tij në qiell. Ai ja dorëzon çështjen atij që sheh gjithçka, dëshmitarit të përjetshëm, duke konfirmuar se përgjegjësia e tij përfundoi kur misioni i tij në tokë mbaroi. Atëherë, çfarë duhet të marrim nga gjithë ky dialog madhështor? Cili është mësimi përshëndimtar që del nga kjo dëshmi që do të trondis botën atë ditë? Po ta themi thjesht, ky është momenti i së vërtetës absolute. Ky dialog e pastron Isain nga çdo akuzë e rreme dhe rikonfirmon vendin e tij të nderuar në vargun e profetëve që thirrën në adhurimin e një Zoti të vetëm. Është verdikti final dhe i pakundërshtueshëm. Pra, konkretisht çfarë arrin kjo dëshmi? Ajo bën 4 gjëra thelbësore. Së pari, ripohon se Isa ishte një shërbëtor dhe i dërguar i Zotit, jo Zot. Së dyti, e rrëzon plotësisht çdo pretendim për hyjninë e tij apo të nënës së tij. Së treti, tregon drejtsinë e përsosur të Allahut, i cili jep secilit mundësinë të dëshmojë. Dhe së fundi shërben si argumenti i fundit, argumenti i pakundërshtueshëm kundër atyre që e ndryshuan mesazhin e tij të pastër. Dhe me këtë deklaratë hyjnore, dialogu përfundon. Pas dëshmisë së vërtetë të Isait, vjen verdikti i Allahut. Në atë ditë, vetëm e vërteta ka vlerë. Për Isain dhe për të gjithë ata që e ndoqën me sinqeritet mesazhin e tij origjinal, kjo është dita e triumfit, një fund vërtet i fuqishëm që na lë të gjithëve të meditojmë. Në fund të fundit, cila e vërtet do të dëshmojë për me?